Ministre, e përmendët ligjin për tregtinë e brendshme, ligjin për masat anti-dumping, unë po e përmendë dhe autoritetin e konkurencës, të gjitha këto janë ligje dhe është institucioni përkatës që si kur të punante si pas kompetencave ligjore, do duhej faktikisht që të intervenonin në situatat e tilla. Tash na kemi ardhur në një situatë kur ligjet nuk po mund të implementoj qeveria dhe kur institucionet nuk i ka funksionale dhe nuk e kryen punën e tyre sipas kompetencave dhe përgjegjësive ligjore, dhe çka po bëni? Po sjellni ligje të tjera dhe po krijoni institucione të tjera në mënyrë që me kry punën e institucioneve ekzistuese. Sakt për me ndërhy për manipulim me çmimet në treg, kompetencën e ka autoriteti i konkurrencës, i cili fatkeqësisht është shumë jo kompetent dhe nuk e ka kry asnjë punë. Me dalë dhe me thonë që opozita është kundër uljes së çmimeve në kohë të ngritjes enorme të çmimeve nuk është e saktë. Besoni që secili prej neve kishim dashur, secili prej neve kishim pas dëshirë që ju me ul çmimet. Tjetër, ministre, na i kemi disa sektor të përmend nafta për të cilën ju keni caktu marzha dhe në ditën kur e kemi mbajt debatin për marzhat dhe kemi kërku heqjen e akcizës dhe të TVSH-s, të është raportu, të është faktu që faktikisht nafta shitej në treg 6 cent më lartë se sa çmimi tavan dhe marzhat të cilin ju e keni caktu atë ditë. I kemi edhe disa sektor të tjerë në të cilët kemi regulator. A dini se çfarë ka ndodhur në sektorin e energjisë elektrike? Gjatë mandatit të lëvizjes vetëvendosje, edhe pse kemi një zyre të regulatorit të çmimit të energjisë e cila përcakton tarifat, 3 herë është bërë ngritja e çmimit. Herën e parë kemi pas ngritje 85% dhe 114% për tarifën e lartë dhe të ulët, dhe herën e fundit 16.1%. Do të thonë na kemi regulator dhe kemi leju ngritje të çmimeve. A e dini çfarë ka ndodhur me tarifat e ujit? Edhe aty kemi regulator të çmimeve. Janë ngritur tarifat për 40%. Dhe autoriteti regulativ i ujrave i raporton qeverisë, nuk ka pas asnjë lloj ndërhyrje. Ka ndodhur rregullimi i çmimeve edhe në një sektor tjetër, kam përmendur edhe një ditë tjetër. Ka ndodhur rregullimi i çmimeve në sektorin e barnave. Ju lutem, na jepni evidenca si qeveri e Republikës e Kosovës që kemi ulje të çmimit të barnave, sepse kjo nuk po vrehet. Nuk ka asnjë evidencë të faktume që kemi rënje të çmimit të barnave. Do të thonë, përkundër faktit që keni caktu çmime, nuk ka ra çmimi i barnave. Po ju them edhe një gjë, ministre. Në mars, Agjencia e Statistikave të Kosovës ka raportuar që ngritja mesatare e çmimeve është 6.7%. Në ligj të cilin ju e përmendni, keni thënë që në rastet e destabilizimit në treg dhe ngritjet e menjëhershme të çmimeve. Ja po i përmend disa kategori. Çmimet e furnizimit me ujë dhe shërbimet e ndryshme që kanë të bëjnë me vendbanimin në mars janë ngritur për 31.9%. Ju lutem, a ke mundësi të ma thuash a është ky një rast i destabilizimit në treg dhe a do të ndërhyni? Gjithashtu në ligj i keni edhe lëndët djegëse të ngurta, si drurin e të tjera, ka pasur një ngritje vetëm në mars 15.6%. Ju lutem gjithashtu, na tregoni a është kjo mos e destabilizimit apo ka me mbet ati bordit imagjinar të cilin ju do e caktoni dhe ata të ndërhyjnë. Dhe sot është tepër me rëndësi me ju tregu qytetarëve të Republikës e Kosovës se me të vërteta ka me pas ulje të çmimeve. Ngritja e çmimeve, ministre, është alarmante. Inflacioni i marsit nuk ka qenë indikuar atë shumë prej ngritjes së çmimit të naftës. Ne kemi me pa në prill që çmimet kanë me qenë shumë më të larta. Ne krejt frikën e kemi që ligji dhe bordi dhe gjithçka është një farsë politike sepse nuk keni me pas mundësi me ndiku. Për me ndiku është dashur që të kemi politika zhvillimore, politika fiskale të cilat ju nuk i keni ndryshu për 6 vite. Ne reformën e fundit fiskale të qeverisë Republikës së Kosovës e kemi në vitin 2015-2016, nuk është ndryshu asgjë. Sektori produs në vend është lanë në mshirën e fatit, sot e ki shoqaten e përpunuzve të qumshtit në gjendje tepër sfiduse
sepse me çmimet që po përballen në treg me produktet e importit e kanë pothuajse të pamundshme që të vazhdojnë me prodhimin e tyre dhe disa prej tyre po paralajmërojnë falimentim të fabrikave, ndërkohë që asgjë nuk po ndërmerret. Ajo që kemi kërku, javën e kaluar në seancën për çmimin e naftës, kemi kërku masa preventive për ndalimin e inflacionit. Ndërkohë që ju keni thënë jo, është mirë që ne të kemi hyra buxhetore dhe mos i pengojmë ato, ndërkohë që po përgatisim pako për përballje me inflacionin, e pakoja juaj ka me mirëmbajt inflacionin. Faleminderit.